Dhe malla ishte shumë etnike, prej vogël jam mësuar me jeta në një retana multietnike, kemi luajtur nëpër xhamit, kemi. Откако го завршил факултетот, заменил во Норвешка како дел од една иницијатива каде што биле собрани луѓе од поранешна Југославија за да дискутираат за времињата на војната. Токму таму Александар Петковски ја нашол инспирацијата да го научи албанскиот јазик. Дружен nga shqiptarët, për shembull të Maqedonisë, të cilat kanë mbështetje institucionale. Nëse je shqiptar, ti fillosh të mësosh gjuhën maqedonase në shkollën fillore, në shkollën mesme. Nëse je maqedonas, nuk ka mundësi. Po ju ku e mësuat? Unë kam mësuar në klasa private, kam shkuar 4 vite, fillova në viti 2001 mendoj. Të një mësuesja të përshëndes tas nëse shikon këtë интервиста, Кадире Ходжа quhet mësuesja. Денес Петковски е декан на правниот факултет при Универзитетот Мајка Тереза. Една од причините зошто сакал да се вработи тука, вели за да не го заборави албанскиот јазик. Секојдневниот контакт со студентите и колегите му овозможува да го одржува и уште подобро да го усовршува јазикот. Unë për shembull flet shqip, ama e përdor këtu në universitet normalisht. A ka qenë edhe kjo një arsye që ky në Universitetin e Tereza për të folur? Patjetër. Për shkak se pas punës në Nansen Dialog Qendër, pastaj punova në një organizatë tjetër jo qeveritare dhe pastaj punësova në Universitetin e Ohrit. Atje në Universitetin e Ohrit Shen Apostol Pavle nuk kishte situata në të cilën mund të përdor gjuhën shqipe. Познавањето на странски јазици професорот Петковски го смета за богатство, па затоа, како што раскажува, никогаш не чувствувал предрасуди. Напротив, тој повикува граѓаните да научат да живеат во мултиетничка средина, доколку сакаме да станеме дел од Европската унија.